3 vjet më parë, Në rubrikën e përjavshme të së dielës, kryeministri Edi Rama ka akuzuar opozitën se jo vetëm aludon dhe thot të pavërteta për çeljen e negociatave, por edhe pengon këtë proces. Edhe njëherë ata që u refuzuan për 3 vite rresht, kur kërkonin thjesht statusin e kandidatit për Shqipërinë, thanë çfarë nuk thanë. Gënjyen dhe sajuan çfarë ju dëshironte mendja e zemra e tyre që për fat keq vetëm çeljen e negociatave nuk donte. Shqipëria është për ta Kolumbi, kriminalitet, hajdutri, arrati, terrizi. Dhe siç e kanë zakon edhe një herë vetëm ajo gjë që lanë pa thënë ishte e vërteta. Rama thot se vetingu është një prej atyre ligjeve që opozita përpiqet të vonojë me kërkesën në gjykatën kushtetuese, çka sipas tij turpëron Shqipërinë në sytë e Bashkimit Evropian. Zbatimi i ligjit për vetingun. Kjo premis apo edhe kusht është në radhë parë premisa apo kushti i neve vetë në rrugën drejt Shqipërisë Europiane, të cilën e kemi zgjedhur, e kanë zgjedhur vetë shqiptarët 26 vjet më parë dhe nuk na e ka diktuar askush. Ashtu si kundër ne i kemi bërë, do t'i bëjmë një për një të gjitha reformat dhe detyrat e integrimit evropian, jo se na i kërkon Brukseli, po se ua kemi borxh fëmijëve tanë. Megjithatë, kryeministri beson se dita kur Shqipëria do të ulet në tryezë do të vijë shumë shpejt, kjo edhe fal reformave të ndërmarra nga qeveria këto 3 vjet. Nuk është arritja e madhe drejt destinacionit ku jemi nisur, po një piknisje e re, plot shpresa e detyra të reja në rrugën e Shqipërisë gjeneratës tjetër. Rama theksoi se është i gatshëm të shtrijë dorën e bashkëpunimit edhe për opozitën në mënyrë që ta ndihmojë atë të luajë rolin e një opozite të fortë, me qëllim që t'i shërbejë interesave të vendit.